kaluan të dytën në për një udhë të mbuluar me tela gjëmpësh, si kujtesa e krimit. Në portën e tretë kishte vetëm kthetra dhe e shfletuan se mos qepshehur brenda ndonjë copë shprese angushlimi që ta mbysnin. Kontrolluan në ishte fjalë të vizuara për të gjetur qëllimin dhe t'ja hiqnin, se vizimet janë netva, damar të gjakut. Në portën e katërt kontrolluan sërish fjalorin e madh të gjuhës shqipe. Dhe nuk e di se në cilën port u vendos që t'ja jepnin të burgosurit veprën. Ja kishin bler prindërit duke sjell ushqime më pak. Buka të zëvendësohet me fjalë, camish me foljet, mbiemrat me ëmbëlsirat. Pas firma se a don apo jo cigare, apo kuptimet e dyta, prejardhjen, përdorimet, humbja, gjyqi, pse the kështu, çdeshe të thoshe, agitacion dhe propagandë kundër shtetit, meni 55 paragrafi 1, dënohet fjala në burg, i ballë për ballë, me kodin penal Abeli kundër Kainit. U tronditëm, na kishte marrë mali. Lumlodhëm rreth e rrotull si guri filozofal. Ne kishim mësuar të lexonim në ahvetare, shëretimash. Thonë se gjuha është burr, ndërsa neve së pari na flet nana, tha dikush. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë promovim libri të autorit zotri Ragim Shapafi. Libri mban titullin E vërteta e mposht urrejtjen. Ju falenderit, mirë se na keni ardhur. Në vazhdim, juftoj të Ekipi Shapafi ka lindur në 1928 në Travar. Është një ndër ekonomistat e parë në Andemanin. Rrjedh ndër një familje madhe fshatare që krye putjen marrë me bujqësi, bregtori dhe premtari. Kjo familje është e njohur në anë të malit si një familje mikpritëse dhe bujare. Plot 23 antarë të familjes kanë jetuar në një kumë. Është i biri i Rëshidit, i cili ndërroi jetën në një moshë shumë të re dhe Ragipin e lei jetim në moshën 3 vjeçare. Babai i tij ishte shumë vizionar. Në atë kohë ka qenë deputet i emëruar nga legaliteti i Shkodrës. Ragipi se kupton fare babain e tij. Mban mend vetëm ditën e varrimit dhe kujton shumë njerëz në shtëpi. Nëna e tij Hanifja ishte nga Gorica Shkodrës dhe pas mbylljes së kufirit, ajo nuk u pa me familjarët të saj mbi 40 vite. Ragipi është fëmiu më i madh në familje, ka edhe një vëlla dhe motër. Para 12 viteve vdes bashortja Hatixha nga një sëmundje rënd. Rritën dhe edukuan së bashku 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Gëzon edhe epitetin e gjyshit. Djali Rëshidi, vitin e kaluar ka diplomuar ekonominë me notën mesatare 10, ndërsa vajza Minilja është duke vijuar vitin e fundit të ekonomisë në Prishtinë. Kanë zyrën e tyre private për kontabilitet në Uqin, ku punojnë familjarisht. Tani jeton në Kodra. Në 1944. U jetu me
Shadellami, që është pjesë e Katunit Kravaje. Jetu dhe jetu në fëmijë dhe një familje të madhe, i qënë, një shpi familjare cila ishte 22-23 antarë familjes, ka një përsim shumë të familjare. Baba, Emin Rëshit, nga Kravari, nësa nana, Hanife, e linë në Goritës të Morisanet, por mërtu pare së mëshere të kufini, edhe si mëshere të kufini, ajo më dhe vitet në modë të 2-3, nuk pranoj po me thojnë në ma pjesë asë në gëzimi, asë në rastë të tjera. Një për në fmini, në fatkes, ashtu se tush, në ka përshjanit edhe morur, në të papa, për në dhëmë papa në desë. Por, në nëmë në në atër, me në sëtarë në atë familje, unë në thonë, asë në të lajmë në këtë në një njësë, e papës në në krafi, në gjitha, të një tjera. Sa vjeç të qenë të kafeta? I ka pasër 30. Në thonë, e majnë në në pak kështu? Në nështë, në nëjësi e mojnë, por në mojnë. Në në të e ka rastë të kërë këtërinë. Unë në të se ka pasër shumë të shmija. Të më thonë, në jetë së një jetë tjera, por në 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 matë populli, edhe aje vetë më janë nga me pashtu. Një duar trokitje. Ishte kjo një pjesë e shkurt nga portreti realizuar vite më parë. Më duhet të them se librin e vërteta e poshtë urrejtjen e botoi Fondacioni Guri i Tirit, ndërsa redaktorët e librit janë 2 mesat e autorit, Dëbora Qeka dhe Zyl Shaptafi. Recenzent i librit, Isuf Greqevci, redaktor gjuhësor Sabri Halili, redaktor teknik Qanzim Muaja. Një bërë trokitje në Qanzim. Pa mësi që recenzenti dhe redaktori gjuhësor dhe redaktori teknik të jenë prezent sonte me ne. Ne i falenderojmë dhe ju shprehim mirënjohje për kontributin e tyre, ndërsa në emër të redaktorëve, zonjusha Dëbora Qeka do të lexoj fjalën e redaktorit. Të nderuar të pranishëm, miq dhe dashamirës të librit. Mirë se keni ardhur për mëmimin e veprës e vërteta mposhtë urrejtjen nga Ragip Shaptafi. Si redaktore të këtij libri, unë dhe Zyli kemi pasur kënaqësinë të punojmë mbi këtë libër dhe të ndjejmë më afër forcën e mesazhit që përcjell. Libri është një dëshmi tronditse dhe prekse e përballjes me padrejtësitë, si dhe vuajtjet gjatë kohës së burgut. Me një stil rrëfimi të ndershëm dhe të drejtë për drejtë, autori shpalos një përvojë të hidhur personale, por njëkohësisht jep një mesazh universal mbi forcën e shpirtit njerëzor për të triumfuar mbi urrejtjen. Përmes faqeve të këtij libri, lexuesi bëhet dëshmitar i sakrificave të një njeriu, që përkundër vuajtjeve, qofshin ato fizike apo shpirtërore, nuk e humbi kurrë besimin te vërteta dhe drejtësia. Rrëfimi është i mbushur me dhëna të thella, reflektime mbi liri dhe dignitetin njerëzor, duke e bërë këtë vepër jo vetëm një dëshmi personale, mirë po edhe një thirrje për ndërgjegjën kolektive kundër padrejtësisë. Gjua e qartë dhe e ndjeshme që përdor autori e bën lexuesin të ndjejë dhimbjen e përjetësisë, por edhe forcën morale që e mbajti atë në këmbë me plot vite. Për te përshkrimit të realitetit të ashpër të burgut, libri shëben si një homazh për të gjitha ata që kanë përballuar sfida të ngjashme dhe që besojnë se vërteta, sa do vonuar, gjithmonë triumfon mbi keqen. E vërteta mposhtë urrejtjen është më shumë se një rrëfim personal. Është një kujtesë e fuqishme, se edhe në momentet më të errta, shpresa dhe digniteti njerëzor nuk mund të poshten. Ky libër meriton të lexohet me vëmendje dhe respekt, si një testament i guximit dhe i besimit të palëkundur në vlerat më themelore të njerëzimit. Ju falenderoj që jeni sot këtu, keni ardhur për të ndëruar këtë vepër dhe për të dëgjuar fjalën e autorit. Uroj që t'ju frymëzoj edhe t'ju kujtoj se gjithmonë, pavarësisht sfidave, forca e së vërtetës dhe humanizmi është ajo që na mban gjithmonë në
këmbë. Daj, jam shumë kënaqur. Faleminderit, zonjush Debora Gjeka, ndërsa tani radhën e ka një voglushe e cila në të ardhmen premton shumë, do të bëhet një muzikante shumë e madhe, violinistja Rona Kurti me një pjesë e Bravo! Ishte Rona Kurti me pjesë nga Pernal George Concertino me titull Nocturne. Rona do të na shoqëroj sërish edhe me një pikë tjetër pak më vonë. Ndërsa tani disa fjalë shkruar nga recenzenti i librit, shkrimtari Isuf Grajshevci. Miq në rini, miq në pleqëri. Është ky miku im i çmuar, Ragip Shaftafi, me të cilin u takuam në bankat e shkollës së mesme në Prishtinë, ku si djalë i ri kishte sjellje korrekte dhe karakter të fortë burrëror që vetë bënte për vete dhe ishte i pathyeshëm në idealet e tij. Sot, pas sa vitesh, kur vijat në janë harkuar në ballë që të dyve, është kënaqësi e veçantë dhe privilegj për mua që t'i shkruaj pak rreshta për librin e mikut tim. Kur shkruajmë për librin e vërteta mposhtë urrejtjen, kemi parasysh se kemi të bëjmë me të vërtetën e cila bazohet mbi fakte historike, shkencore e të tjera, si edhe urrejtjen e cila kërcënon dhe fatkeqësisht përparon deri në faktimin e realitetit.
Prandaj edhe libri I autorit Ragip Shaftafi sjell te lexuesi një ngjarje ndritëruese e cila zgjon mjaft emocione te lexuesi, po ashtu e mban në impresion deri në zbardhjen e së vërtetës. Tënja nuk ka mësues më të mirë se durimi, flet shumë se si durimi të secilit prej nesh duhet të jetë aftësia më e madhe për të bërë babë fortunave. Ishte kjo periudhë shumë e rëndë, periudha 1974-76, jo vetëm për Ragip Shaftafin, por edhe për mbar familjen, bashkëfshatarët dhe bashkëqytetarët e tij, sepse njolla mbi të cilën flet drejtësia ishte padrejtësi e pastër ndaj Shaftafit. Andaj paragjykimet, gjykimet, shpifjet, urrejtja morën udhën e pakthim kur dokumente, fakte nga hetuesia dhe institucionet përkatëse dëshmojnë të kundërtën e tyre, që do të thotë dëshmuan realitetin. Të shpresojmë dhe urojmë që padrejtësit të mos jenë pjesë e jetës tonë, kudo që ne veprojmë dhe jetojmë. Isuf Krejqesi, shkrimtar dhe njëherë recenzent I librit. Nëse ka mundësi, një duar trokitje. Dhe tani, me siguri një pjesë e mirë e juaja e ka parë këtë libër, por për ta sjellur më afër jush sonte, do t'ja jap fjalën zonjushës Zyl Shaftafi, e cila do të na lexojë një pjesë nga libri në fjalë. Pjesa që do të lexoj unë bëhet fjalë për ditën e fundit të rigjykimit. Në datën 2/6/1976, në orën 8 të mëngjesit, filloi seanca përfundimtare. Për të habitur, prokurori kishte ndryshuar qëndrimin e tij dhe kërkoi fjalën përfundimtare. Deklarata e tij kundër të akuzuarit para kundër meje ishte mbushur me dyshime dhe dukshte mëse tendencioze. Prokurori me një krenari të posaçme deklaroi që tek I akuzuari shihte një djalë të ri, shumë I mençur, por më tepër I rrezikshëm për rrethin e shoqërinë. Ai vazhdoi: "Ne dikur si student për udhëtimin me tren kemi shfrytzuar biletën me zbritje që quhej K15 dhe e përdorim për udhëtim me autobus apo tren në qytetet e ndryshme të vendit. Kemi pasur raste që këto bileta I kemi falsifikuar duke I futur në një enë me ujë shumë të nxehtë për të fshirë emrin e mbiemrin dhe datën e përdorimit, ndërsa pjesën e letrës ku ishte vula nuk e kemi prekur dhe kështu kemi shkruar shënime të tjera. I akuzuari ka përdorur pothuajse të njëjtën model për falsifikim. Kërkoi të shpallet fajtor dhe të dënohet në bazë të ligjeve të vendit." Kjo deklaratë të prokurorit, sipas mendimit tim, ishte plot urrejtje, dhe mlef ndaj një personi të komësisë dhe besimit tjetër. Prokurori vendosi edhe një herë të hiqte dorë nga e vërteta, nga realiteti dhe nga provat dominuese. Pas aktit absurd, konstatoi që nuk mund t'i besohet të akuzuarit pasi që nuk është antar I Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë dhe kërkoi që të dënohen me bazë të kodit penal të Malit të Zi. Kjo deklaratë për një moment më tronditi dhe kërkova nga kryetari I seancës që të jap mendimin tim në lidhje me konstatimin e prokurorit. Theksova që mendimi I prokurorit nuk është real, nuk është bindës e për me tepër është shoqësi tendencioz. Nga trupi gjykues, kërkova që të bëhet një provë e tillë dhe të vërtetohet se a është e mundur që një letër që zihet në ujë të nxehtë dhe të vluar mund të shkruhet përsëri. A është e mundur që ky lloj dokumenti mos të zbulohet se është origjinal apo I falsifikuar. Në vërejtjen time, kryetari I trupit gjykues reagoi dhe tha: "Edhe ne dim diçka." Fjalia ime përfundimtare ishte: "Ju mund të më dënoni, por duhet ta dini se nuk jam fajtor." Po ashtu edhe avokati shprehi bindjen që ne kishim prezantuar mjaft fakte e prova, që ishin bindëse dhe që prisnin vendimin e arsyeshëm, real dhe ligjor.
Trupi gjykues përfundoi seancën e vet dhe kërkoi që për 15-20 minuta të dalim nga salla që të vendosim për këtë çështje. Në korridor ishin në pritje të vendimit Tashme Ndjeri, vëllai Abdurrahmani, Andra Qazimi dhe shoku jem nga burgu i cili ishte liruar më parë, Tashme Ndjeri Marash Lëgjuraj nga Trieshi i Malësisë. Bindja ime ishte që do të lirohem nga aktakuza e montuar, por megjithatë kisha një frikë se mund të ndodhte diçka e papritur, pasi që shpresat tashmë në drejtësi më kishin humbur. Me thirrjen e sekretareshës, hyra në sallën e gjykimit me vëllain tim Abdurrahmanin dhe Axhin Qazimin. Kryetari i trupit gjykues kërkoi që të gjithë të ngrihemi në këmbë dhe me disa fjali përmbledhëse sqaroi mbarvajtjen e gjykimit gjatë të gjitha ditëve dhe në fund konstatoi, përkatësisht komunikoi shpalljen e papajsisë dhe lirimit nga aktakuza. Kryetari i seancës deklaroi se më duhej që të rikthehesha në vendin e punës brenda 3 ditëve, përndryshe do ta humbja të drejtën e vazhdimit të punës në ndërmarrjen ku isha punësuar dhe ku më bëhej pagesa rrugës në 50% deri në përfundimin e hetuesisë dhe aktgjykimit të plotfuqishëm. Pasi që falendërova trupin gjykues, dalja nga salla ishte për mua dalja në një botë tërësisht tjetër. Në ato momente mendoja, dënimi nuk ishte dështimi im, por as lirimi nuk ishte suksesi im. Në fund fare është e vërteta ime e cila triumfoi. E falenderoj Zysha Tafen për këtë lexim plot emocione, ndërsa videoja që do të ndiqni në vazhdim mban titullin Shtëpia e vjetër. Ta shohim se për çfarë do të thotë.
Kjo një video me disa nga momentet më të veçanta, po ashtu edhe me dokumentet paraqitura në libër. Ndërsa tani radhen sërish e ka zonjusha Debora Gjeka, e cila do të lexojë një tjetër pjesë nga libri. Të ndajmë ju një pjesë të librit e cila i përket ditës së gjykimit në datë 9 tetor 1974. Drejtësia gjithmonë nuk është drejtësi. Përveç trupit gjykues në seancë me pjesët spetit financave Mihajlo Vukotić, prokurori Milorad Radovanović si dhe avukati tjerë të angazhuar Milinko Stojanović. Unë në pyetje kryetarit të trupit gjykues sqarova gjërësisht rastin konkret për çka isha i akuzuar, ashtu si paraqita më lart. Në mes të tjerash tekstova që e hedh poshtë atë akuzën e përmendur, tekstova që nuk kam kryer asnjë vepër penale, nuk ka falsifikim të plot pagesës, pasi ajo nuk ekziston fare. Kam dorëzuar kopjen e dokumenteve të arkës, ato që në ligjin e kontabilitetit duhet të posedoj. E pasi që nuk isha prova për falsifikim, nuk mund të konkludohet që ka vepër penale për keq përdorim të mjeteve financiare me shumën prej 65.400 dinarë. Në 31 tetor 1973 bën regjistrimi i gjendjes së arkës, ku komisioni si dhe kontabiliteti me rastin e balansimit të gjendjes faktike reale dhe gjendjes në kontabilitet nuk u konstatua mungesa shumës 65.400 dinarë. Dëshmoj që llogaria përfundimtare për vitin 1973 aprovuar nga organi kompetent të ndërmarrjes. Pra në të bimin e punëtorëve dhe nuk konstatohet mungesa parave, dhe në këtë moment llogaria përfundimtare si e tillë dorëzohet në shërbimin e kontabilitetit shoqëror në 100. Shtrohet pyetja,
Pse u fshehtën shumë parave dhe pse nuk u paraqit këndryshim në organin përkatës, e kujt i konvenonte të bëhej kjo fshehje. Gjyqit i starova për kopjen editare të Argës, të cilin e ka nënshkruar kontabilisti për regjistrimin e dokumenteve. Po ashtu përmenda dokumentin e Argës, urdhëresin e pagesave, daljes së parave nga Arka e Dëmarrjes, të cilin ja kisha dorëzuar gjykatësit të hetuesisë. Gjithashtu përmenda dokumentin, përkatësisht deklaratën e nënshkruar nga shefi i kontabilitetit dhe kontabilisti kryesor, ku me nënshkrimin e tyre dëshmojnë që të pagesa ishte origjinale, dhe si të tillë kemi regjistruar në kontabilitet, në kartelën përkatëse dhe librin kryesor të kontabilitetit. Eksperti financave Mihajlo Vukotic tekson si akuzuari kërkon përkudalje, që të dali pafajshëm, edhe pse është në moshë të re, duket se është jo vetëm i mençur, por edhe rrezikshëm për rrethin edhe shoqërinë. Ende kam të paqartë se si është mundur që gjyqi të marrë një vendim aq absurd, dënim me 6 vjet burg. Në faqen 3 u tha, në bazë të procedurave së provave, gjyqi gjen që nuk ekziston prova pozitive në kuptime material, si argumente, si dokumente, apo diçka tjetër që i akuzuari është personi që ka kryer vepër penale me të cilin ai ngarkohet. Kur digjet mali, e shohin të gjithë, ndërsa kur digjet shpirti, nuk është askush tjetër, vetëm ai që e përjeton padrejtësinë. Kështu në këtë mënyrë trupi gjykues pa fakte, pa argumente apo prova, në vendimin kam keq, apo më mirë të themi, drejtësia e zymët në emër të popullit shpall atë gjykimin, që akuzuari është fajtor edhe dënohet për keq përdorim në buati të dënimit me 5 vjet, edhe falsifikim në buati të dënimit me 1 vit. Me rastin e bashkimit të tyre, gjyqi më shqiptoi dënimin në konstatje prej 5 vjet e 6 muaj, dhe kështu nuk më japin të drejtën e mbrojtjes në liri, pasi që dënimi kalonte limitin e dënimit mbi 5 vjet. Ky ishte një vendim skandalos, absurd, por për drejtësinë e tyre real, sepse unë isha sipas mendimit të tyre qytetar i rendit të dytë, apo ndoshta edhe më keq, i rendit të tretë, vetëm për faktin se nuk isha anëtar i lidhjes komuniste të Jugosllavisë. Mund ta bëj me plot bindje, se derisa do të ketë njerëz, do të ketë edhe padrejtësi. E vetmja gjë e nevojshme për triumf ndaj padrejtësisë është durimi dhe besimi në vetvete. Faleminderit Debora, ndërsa tani radhën e ka ai i cili na ka mbledhur sonte këtu, i cili krejt jetën e tij ka pasur një breng të vetme, të sjellë në mesin ton dhe tuaj të vërtetën. Brengën që e ka munduar për vite me radhë, me cilën ka pasur tërë këto vite monolog me vetveten, e solli aq bukur në këtë libër që mban edhe një titull shumë të madh. Fjalën e ka autori i librit, Ragip Shatar. Para që mjanisë dhe sotimit, për mund mirë të ishte si kur kisha hyptashmës, në kësallë. Sot kam deri, edhe ka gjësi, me ndohë me një histori, që nuk është thjesht personale, por është një reflektim, i thellë mbi drejtësinë, dignitetin dhe fuqinë e së vërtetës. Në jetë njërë po momente kur padrejtësia paraqitet, prishet të na ullë, të na njollos, emrin torë, dhe të na lëpun, se me dhe tonë në gjithë shka kemi avit me në mundë në shmeri. Por ka dhe momentet të tjera, kur e vërteta, sa do mërë që të vi triumfant dhe rikëthëm në eri autoritetin dhe dignitetin që urejtja përfishet të nama. Kjo historia është dëshmi se paskuj nuk mund të më përbëjnë të drejten të jetë të jetë, të jemi të respektuar dhe të vlerësuar në nivelin që jemi,
ishte një rrugtim i vështirë, 2 vjeçar. Por si përfundoi me fitore personale e familjare dhe njëkohësisht morëm një mesazh special. Askush nuk mund të na shuajë të vërtetën, dhe askush nuk mund të akuzojë të drejtën për të jetuar me dinjitet. Sot qëndroj para jush me kokën lartë, jo si viktim, por si dëshmi e një realiteti kur gëzimi dhe këmbulja mund të rikthej jo vetëm lidhjen, por edhe respektin e merituar. Këtë pata si hymi një herë dhe tash do të vazhdoj me ata dokumentet të cilat kam proceduar, i kam drejtuar para gjyqit, dhe të cilët gjyqi i pari kanë shkalu, me cilëve pas edhe nuk po hymë se dihet të tjanja e jo ndikur edhe e gësia ty në ndikur. Unë në vitin 1999 u punësova në kooperativën mësore dhe në shkollë. Me dhonë vëllimin, por me një kusht. E kisha më jenë në diplom shaptafi. Mirë po, dokumentat tjerë ishe me shaptafis. Edhe atë është një mos marrëveshje dhe kërkuar si unë t'ja shtoj pra atë visin që kam jetë, t'ja shtoj edhe njerën që t'jenë dokumentat të validë. U luta atyne që po nishëm për shkoj për përshimë dhe e shtoj visin atje. Se nëroj vetëm një dokument, nuk nëroj dokument atje. Dhe ata u pajtuën të e më nënë, se unë e kam me vërtetët, cilën shkolla atje, ishte koha e marimit demonstrator, kohë rëzishme. Pan viti që shlonon, ishte tete ishën demonstrator. Sekretari shkollë tha, ne po burgosmi, torturohemi, në verbujse, e ti ke ardhë me këtu visi. Shfarë në lezikët ke? Një askihova që nuk është qëllimi jem me shtu visin, por njerë që të për të përnësu në plan alternativ. Duvërë, i mora 2-3 gazeta, thoshe të kam e lezrusës. S'kishim gazeta të një përho. E në pojnë, në dhe polis, ne e njëftimet të shka dhe ata, hajde me një. Më shkurë dhe një bandë të kështë stacionit tynë. Se kjo ardhë, ishte ta fërte mija ishë shumë pa besushme. Mirë po, të thash që unë jam filani, kam kry shkollët të tonë. E disha që Rahman Marina, profesor jo në ekonomisë politike, kështë reaguar në polici, dhe në përnë ministri, punët me nështë Kahinës, Kosovës. Mundi me pyet profesorin, ku është jam, unë është jam. Nuk vënë 10 minuta, mund nisën. A janë konsultuar sa në konsultuar, atë ku me ditë, por të besej që po. Më rita në u kreva në protokoll, u pejtur me atë punë, si me janë rrumë tash në jemnin, edhe më lëshur vëllimin që 3 vjetë duhet me marrë rogën 5% ma pak se jam njeri i pa përvoj. Me të vërtet pa përvoj, por nuk e dishin në rrimin ata. Në rëshimin tëm, me kamarierë, me kvalifikimin kamarierë edhe trektarë, të cilët punoshin me zymë në administrat, por kvalifikimet e tyre nuk ishin kërkon për kasë. Vazhdojmë tash në fillimin të problemit. Me tërtini 1973, 1973, mua të redisimi Glorajnës, i Arkës, vërtetuat zjani edhe kërësuat në gradabilitet, se ka pa ma tepër ma pak në të. Kështu e kam një originalin, kopja është originalin asaj kohë, që janë zhjilën në arë 180 dinar, 545 pare. Kam bo parazimin në kontabilitet, në kartonë e mirë, dalë me pinë pejto, ka në deti kurë në bo parazimin, të ndamë. Mirë po, për fatkes,
në muaj maj vjen një inspektor i shërbimit kontabilitetit të asaj kohë, edhe kontrollon vetëm një periudhë shkurtë të gjysën e vitit, atë ku ishte problemi që kishin humbur dokumentet. Edhe ai e shkru një vend që kontabiliteti është dash me barazu, dhe me dërzu llogarit për punëtare pa u zgjidhur problemi se ku janë 85.400. Kjo mungesë e parë, thash inspektorit, nuk është në bank, por është në bank. Edhe vërtet aty është në bank, se kam dhe dokumentin që ishte në bank, sepse unë s'kishte mungesë, por mungesë ishte se paret nuk ishin këtu. Ne ishim të integruar me industri e importit në Durrës, firmë që ka rregullu rrugën e Gëtëpos dhe Kshas, apo motelin e Kshastit. Ata tjerë, ishte mundësia që mështë ata të kolla kanë një zhurologari tjetër uje, që kanë komputerët që mujtë me përcjellë, po të zhurologari në Bulgarisë. Mirë po, ata mojtë në pamë që unë jam majtë, ty të mojtë barë, po, që mund që ishte vërtet, mojtë barë. Në të kohë mora thirrjen, për habi, jo me u përëzhi policia atë kriminaliteti, që ishte regullin e për ta, një thirrje thjesht në Bulgarisë informata, në lanë një deklarat. Aty, në të rast, ku thëmë tyre punëtorët për komunitetit, ata shumë korekt, më dhanë vërdenimin, si dokumentet që e kanë amanë. Na, ishte i ulefshëm, nuk ishte falsifikat, por nuk ditë që ku ashtë, na ka vjallë në kohë. E nuk ka vjallë zyrën të në kohë, mënonë, që unë ishte 10 metrë lartë tyne, ata kanë pasë shqipë të dhonë në shtyne, rrujtën e dokumentave, e të do lapin ku ishin dokumentet. Me në dokument që dhe dhanë ata dhe ullë, ose unë ishe i knasër shumë, dhe ju frenërova kështë. Pa matë pas ishte repetishe se qka ka përlohë. Mirë po, unë mërita në zëgjit të gjykatës i hedhus, aty u prish puna prej fillimit. Më thot, emnin e mbjemnin, i thonë më dhe kep shaktavi, jo thërë mbjetër shaktavi, e shaktavi ishe, nuk jam tash. Jo thot e do me bo eksibicionit, dhe me kalu për regjisis, me lagu regjisis, me këta gjana në mund e shmet, por duhet të dishti nuk është përgjigje as i Turqis, as i Bulgaris, të dy shtetën e, në shtetë njësë, të është Malizi, Republika Socialiste Malizi dhe Federativa Jugoslavisë. Në pruni një përthys, që më tha adhe gjëmën sërburat. E di thëmë dhe liku, për jo a që rëtë një. Kur një përthysi. Për fatë këse ishte përthysi mirë, në dalë më shqitë në trekë. Në sëmë ropë, me bejë, malë në lojë. Po këta termine, patë për shqitë finansat. Qajtë, Prizanizë, qajtë, Itali, qajtë, zhirologaria, kartisët e ta. E po ashtë i skokur që më aty. I thëmë ati, du me vazhdohen, nuk mund aty. Aja nuk rraj minë e bukur, janë ishim me mu, edhe unë, më bërë një pyetje që më thotë, që dhe satë mund të nëvoja shprehi, disa këtë din dhe këtë. Uzajmi o pozajmi, i këllon një kujtë, këllon një kosh, atë nuk bita me ndalu në atërë. Sa vjeç isha, 25 vjetë e 6 muaj. Edhe, vetëm me ushtarë që kam lujtë, Afrika dhe kullet në jarë të doce, që me pasë këmë nësu se prishtë, të në sebe. Në sa, ti meritan në shku kuljët. Sirë telefonet, thretë policinë dhe të vinë mare. Por shka është e qëtishme, nuk mi hodhe pranë të durë, si e së regullë. Në të mëse di, se mëllë ashtu, i kisha të di fëshe pistolesën në qëtë. Të më nëse këthejë në në shpi, kishim një dashën ma vorë,
ke ishte ditën në kurë, më zhvash me herë, me ishte në batanije, në komi, ishte i batanije për ata e kapshin e përsiasën të koshtëve bjetë, i la shapel dhe shka ditë koshtë të shka. Dhe më thonë, këtë të thamë, vetëm për atë që se kam pas bine që mund të kthejë, mund të duhet që e mund. Më era, dhe me shkutu për me kapët dhe gjenat kryesore, në bibin për rëgohë me ekspertin e finansa. Me më rëput është dokumentacion. Ajde më zonin nuk vjen e edhe i njeri i lorë, ja i lorë për në kuptimin në mjetë i lorë, për thamë se shkru në disa vena të në raport si e përkash firma me Iran, organizatër me Iran, analizën e Iran, se dhe në zbuluar 25.000, ja me të rëzurështë. Dhe në fund, shka në dërësën, në thotë se ajo karthelë, po, 65.400, po në raportet e ti, shkur, se sa në të është 91.420 presje 30 të janë. U jëmë të shëta, a i nërshimi, pëse duhet është, për këtë gjatë, 65.000 jamon, për i vëshjetë për ta 30.000. Nuk po. Kam dhe kartelin që më gravon kolekte, Këtu është mungesa, prelazin është shumë bankë, kur të kapitale e bankës. Aty ishte mungesa, e jo mungesa si umolonat e realizu një qëllimin e tyre. Nuk pate, nuk në dha drejt në mënku në raportin e ti. I kem bo avokati ka bo një kërkes, si më shku dikush tjetër, që e shka finansën, edhe atë nga hodhi pashë. Kërkesën e ka do të më dhjilët e në dokumentet, janë dhe libet për janë. Gjykimi për këtë vepër penale, që unë gjithë ditë, për 6 muaj interesatore në gjykim, që thuhet, shprejsa është pushteti fukaras, po që për dikur, delë, duhet për më thonë, pa që të është i zhvërtetu. Duhet të këndajnë një uzdoj, në burë po me uzdoj. Në burë po ishëm 30-40 vjetë. Ditën e gjykimit, në thojnë shokë të në burë, e që se ke pak frikë, për të qeshën në qaj pak, dhe tableta shokë, me të sisurë. Po mërë mirë në thamë në kërëm. Unë duke shëjësisë të tepër, dhe unë duke e gjykimin kështu. Jo asi i rëzikshëm, nuk e kishe bine që mund të dëmërma, sepse ishin dokumenta. Kisha ditarin e arkës, kopin, që takote me bashkë. Kisha atë për pagesa, si marë paret, dhe si ne paret, dhe rëzimin e paret. Me dokumenta ishe. Plus atë dokumenti i tyre dyre, të ndorët për të videt, si e vërtëzoshin si dokumenti të regu që të ndryshe se kishën rëndu ata. Njërë po, gjyqje djeti një shka tjetër, shka është e mujtër, unë besaj që kisha dalë bara gjyqje në Afrikën e Jugës, ku qesë të moshër dhe kishën analizuar, se kështë shumë adhënim, asje të se, edhe një fjeri e zaj dy, për pat e të thamë shqipë. Në bazë të analizëve të gjitha rezultate, nuk po asë një fakt u publiku material në dokaze, do në thonë, si fakte që kam kry vepër penale. Por të në bazë të eliminimin e shkollë konstitucionit të bjegjenja, mëndimit lirë të gjykatësit, në thonë janë shkëllën të ajden, bini ati e gjykatësit është, e në fohet, dyshimi gjëra, ishë më katë, por ajë,
basa bidesi më shpallën si fritore. Dhe ndërën me 6 vjetë. Rësia është interesant, ndërën për para për Kheni, 5 vjetë, edhe për falsifiket, që nuk është falsifikat i kërponë, dhe të ishte dokumentin, ishte diçka tjetër. Në do shumë, a ishte mujtër, më u kry veprat penale, pa u bo falsifikimi. E para ishte me mdelu në basë që ke falsifiku dokumente, ma ne i ke kry veprat penale. E para ke mush pushket në tërë, ke vrani ke jasë, ke vrani ke mush pushket në por, aja në përkej, prokurori meritin në cilë një jafë, një menshën, por shumë e rëzikshë. A kë ishte. Në bone ankesën të avokate, 4 fasësh. Mu të ka thjeshtë. Ankesën ishte shumë e mirë bukur, por du të shumë e vogët, nga që me probleme që ishte. Rëmë dhe vëzë rratë ishte duke dhja fjetër, shumë. Ty po onda në gjumë, ose onda qutë që thorë. I kërpej dikuj me mnimon, kërpej dimens. Edhe të menën dhe me po thët, jam e qalë e drejtë, jam e qalë e viga dartë, se kam me ardhë, për ardhë. Edhe unë vëndosa me i shkru ankesë 3 organeve shtetërore të Malezi, Komiteti Qendror, Kryesisë, Kuvendit dhe Këshillit Ekzekutiv. Panishin, vjen komillatori që dikush i din për këtyre të shtetëror. Sëvzëndisi, Miloš Shoshkiqi dhe Veselin Gjuranoviqi. Edhe e shkruaj shkresën e parë, ankesën e parë, me 33 faqe. E kjash me 33 faqe, me 6.375, me 7 që s'kishtë në nëshë, edhe qëri disë për me, mojtë me arrit t'i shka. Mos për fanë që jam ashe i rëzikë që mos farësi. Mos disa deq, edhe kem duket shumë pak. Shka me bëha? Po pëse duket pak? U bi besimi. U ku besimi më në kohë të më aje, edhe shkresën tjetër. Kja shkresa e 2, situacion e ankesës parë. Kështu përdojë o një, që ndashme pak, përdojë o një intervju të mashallit tjetër, 74 me Gordana Susha, një gazetare e një për Belgradit. Titulli ishte në gazet në mes aty, 4 faqe, titulli ishte i posletita titull. Dhe mas titos, titull ka me pasë. Dhe dhune gjenë një fjali edhe shënej një letër, ata pëllomet janë të letër, s'kishim dhe të vjerën. Fjali që thoshe më lypet këtë në shtarë. Në që se më duket dishka të frijoj, më parë, të thonë shqipë se atëherë në asë i rast, mos se frijoni vërtetën dhe drejtësi, me fatipër. E varon pësh, buri parë, buri shtetë, vendosi, me i shkru dhe 10 faqe tjera, që bon 43 faqe ankesës. Dhe i përshjodhi, në përmes policisë burgër, ata në përre për drejtën, nuk i kanë gjallë në bashkë, por këtu kam vërtetimet që e kanë një centralë komitet sonegore, to është tjetëri, kam mokër, nuk kam mujtë me rujtë presedisht, po SFR e Jugoslavije, za presedisht, me kanë për më shabë. Molena presedisht po sere sonegore, edhe, sa vezna izračne vjeći, te gjumën biznisit, dhe më kanë, edhe këta kam rritë, dishë nuk e kam ditë, se shkruj live, ju kam nisë, mirë, profiku prezident të Republikës, edhe për Marshallit, pak fjallë, pa vullë e më adhe shumë. Vullë e më adhe, a fjallë. Po me ata fjallë,
unë diçka si më kanë thënë të i menshëm, kuptova pak se deri diku, se çka mund të bëj. Aty ishte puna që presidenti, si, s'patëm bërshali, po kabineti më shatë. Dënimi, do të vërtetohet aq sa e dënu, do të zbuluhet, ose do të lirohesh. Të tri ishin. Dhe e vërtetë se ata janë po cila është, kur nuk përmendin të lirimin, thoshte, vlerën në ndërtuar. Pas një komision për i gjidit, i sëpëm, edhe më bërë pyetje mund, që e fitova i titull edhe burë. I vetë në shqiptarë, çka kanë dashur ata me punë, Sobi Sarishina, shefi i tyre ka probleme, kriminalëve, është kriminal, ishim në ta. U lypë në kanë një makë në lese ata, të me ka shefi i tyre, po. Në një që çka kanë në mundë. E më thotë, ti qine shkova? Po, i thonë. E i më dhëtë që kam shumë të spuk. I thonë, tjerë në kudë më shadet, po. E në qo set, thonë, në qo set. Ashtë e vërtet që kam shku më shadet, e do t'jenë i liru. A ja tha, të dhe një në borë, tha nuk jena në qyqë. Nuk më prezident. Po qka ishte interesant, a i dëshimasi i madhë, e një liri tjetë e të prunë. Kër ishe me të rëzu arkën për në rëkohë, mas një javët, arkëzitori i burgët, në vizitori i burgët, polici, edhe kër eksperti finansë. Kër mërit me kuptimin të varë, ishte një kafana, ishte një kur kafana Sërbija, po e si e ti, të karakterat në shëshme. Ata këtyrë në kire i plata dhe të thërë në, e po vera dhe të jajtë, nuk duhur nuk e të i pakën. Duke mëllën lërt e makinës, në të janë grupë të të, unë janë i përgojë shumë terminal, edhe i shkallës nakë. Në e më gjysore të të, e në ma tepër, edhe më në e në kur, unë ishte. Nuk ishte kja rruga të tunelit, se e kapitulasi, jenë në lugu dhe boda u kërshush, një restorani mirë shumë. Atu në alem me hamër ata. Atu në arë të jam për buka i thamë në bukë. Se kishin në ata. I zëtë, se ishte që shodë. I zëtë, sa për qili dyrë të më kinë shakit dhe. I volë dhe madhe, i volë dhe rusë. Po shodë, a dojë me nënë, ma shto me një shansë të punë. Për me ikë, për me shte pa mujtët. Jam në bërë, i bërgohë se jam kriminal, se duhet rasje letë në galu, po. Edhe atë u kryve e punë. Më lejna, më syna në kesa më rritëm, në shku në gjydin super, vërhov një shkull. Atë, njësh nivellit ministrëve, njësh më shumë, por e kishe një frikë se ata e të në katër, e gjyri supermisë manel, për tjetër i starë të poshë, ata shumë kanë kolegë, ty më nuse, s'ka prishin një një tjetër, por, ndodhë e kunër. E kunër të pasi sa kërë gjyqi suprem vërdetarë. Dhe thot, në fasin të asë një prej tyne dëshmitarëve nuk kanë vërtetuar, nuk kanë thasë që ti jaj ti ke kryve për minarës. E është e vërtetë që dhe ratifën e gjykimit, ata nuk kanë thasë. Por nuk dim se ku janë dokumentet. Por drejtë, nuk din ata, nuk di asë. Po di kush dhe? Bela dhe ka shku para diku tjetër, se jo vjedhë, janë në lukë. Dokumentacionin, kërsa tonë që e kam pasë në të tegu, e dhe thot, i akuzuri nuk ka marrë pjesë në përbirimin e bilanse, asë në registrim, asë nuk ka punë mëpë, nuk kanë tjera në përfatë, edhe, si është e mujtë të që gjyqi, i qarku, ka shëtatë nuk ka ubitim,
mund të ishte filoni, se ja, është filoni, po mund të ishte, më gobitit e da svako drugo të lice mora isključiti, ma thonë, se pa të thonë atë gjithë. Ma i gjikrat se tha, nuk I besova në djali I ri, nuk është në dalë I lidhës komunistë dhe nuk kena menim tjetër. Dhe në fund, gjyqi e anulën vendimin, atë denimin e të shvjetëve, e këtë poshtë, edhe këtë poshtë, me u përstit gjyqin. Dhe konstatat se si është e mujtë këta dokumenta që I ceka më, nuk I ka pas as pak. Gjyka ka po, e është e vërtet që I ka pas, por nuk ta ka shmishtina. Se te ata kanë, gjithë e onë në shtarë më ka. Por nuk e dashtë, se ishte qëllimi kumulanë. Më nena, qka mu bo pak e pa drejt, se një vjetër dashtë në tri, një gjykimin e dytë. Dhe që me jetës pak ma shkoj, e shkoj shumë me vonesë, sepse unë, prish që u kryti kur muna. Dhe me datën 12 maj, 18 maj, me një qërshor dhe me një qërshor 4 dit në gjykimin, në gjykimin e dytë. Aty, kam rrit me I pestri dokumentet, por edhe që I ka përmo, edhe gjyqi I ka notës edhe ishtë aty në të vali, që janë dokument. Por së t'i shumë që ka përmënde se përëtën punë. Ditën e fundit që e nëzëllë kërë një liber, një ditë para se me përfumë I gjyqi, thot, prokurori nuk kam gryllo. Po ne nesën, ku më di, me në direktivë tjetër, filloj me më përzu që e ka frazirku të zemrët e atë prezënisë të pagese me uje të vetë mëna diçka që ishte krejtë ashtu, jo normale, po ishte një metode për një staliniste që një kështu denohet me tjetë diçka që shko atë shko me lodhë. Të rrim të ajo që gjyqi shfar u dojë tjetër në bazë dokumentave bjen vendimin dhe liran për I papajsis. Për I fejsis, në shkallë papajsis, dhe të thot, më në 3 ditës më shku në punë, që këtë stajin e punës. Ajo u bëllë diçka, si e pa mujtën, si e pa pritën, po, dikur arritën. Unë gjatë jetës I kam kërru, por për jetë 50% rrugës me kam kërru. Mirë po, 50% është dashtë tash kur jam gjiru, edhe ata mi ka përkuar prokurorin, dhe kam kërku për I shtetit është në pagu dëm shpërbimin, ku reda qasti I u gledë dhe e rjedë digniteti shkelje. është dashtë me padit Republikën, a që kur kam në shkru pak shifrigën. I paditur një. Paditësi. Shofta për të rëgjë, të zhëni, I paditur një socialisti shka Republika të Sërëndohë. E në shutë është. Unë I vërgosët me paditur Republikën të takë. Për atë kohë, sot në shta mundën nuk më atë mundë, po e vërgosët të dhe ata më zhugluën, të më thonë se ti mund është me marrë vetëm gjyshe në rrugës, edhe në qëse ke pas toka për bëjësi. Qëse s'ke pas për bëjësi, me dhe gjyshe në rrugës. A nërsa ke nërje digniteti e këtë, ti nuk je zjedhën, nuk je funksioner politik, me votat popull, ti me konkursi marrë dhe nuk ta ka. Në habita, mirë po edhe kjo rrugakja, Antonia Bullat Stojanović, po kush që e ka më gjuhë, avokat e mirë, të drejtë po, edhe më në përdetimit,
Shkresë, që një të praktikot në analizi, Jugoslavia me komprezohu denimin jo material. Mirë po, unë e kisha rujë, nuk e di shqete, një flet gazetës politika për vitit 74. Kja e shpresa e da. 74, ku pra pas politika një rubrik, pitate, një dolarë, banë pyetje edhe prezident, juristët, ekonomistët. Edhe i banë pyetje bashkë në këtë rast, sikur rasti jetë. Edhe prezidentja fitohet, që konë të një. Dhe dhe jenë në tjetër. Por, më tha dhe ja, në sa bështë në popër e sere, të pasë mirë sa që këtë janë pyetje. E a ditë e gjëma të tepër se këtë është dashtë. Me u denu prapa, unë në këtë njëvës. Ti e shqipnasi në këtë, qka për të njapim, e dhe. Nuk mujta, matje për të u prunë dhëndimi me unë pagu një pjesë e asaj, djelimisht në të përshtuajet, pjesë e shë. Edhe këtë është kjo, dhe pagesa e atëherëshme, dhe publikës dhe përësujtë këtë dokument, ka të ujësën në të opinjë dhe që në një zëdhën një. Me këta shka ka mujtë me dhe, shka ka mojtë. Tjekulat e shkirë, edhe nga të rrugë për një shakë. Kanë se sa më tjera të të shkë, e marri me në. Por, aja shumë me ishte dhe ma vogë të vrasë. U vonë shka u vonë. Thohët se mas spesjes vjen edhe mira. U paracita në buronë të kushkova, më dhanë vëllën e punës, edhe qka ishte qërishme, drejtore Malezijas, një Anko Dragojt, shumë buri mirë, në një mirë, e jati më ka favorizu. Mas i vetëm të atë du është tjerë shefi kontabilitetit të na. A unë e më afshë atë që u me i burgosën shefi kontabilitetit është, a glasë e ku pastru e glasë, që në kalu e tha, në përzorë që ka kalu e ushtimi burgu, të tha dueshtë, jo me sjetë, e kishe pak me fri, e pronovë, dhe me konë, prej të akundu, prej të dërmojnë, dola, një ekipo që së dhja ishe meritu. Me 2-6-21, lodha të shpinë e vjetër, me kërku lenje, se të vi pak shurë, me kërku lenje prej tyne, a me botu një një dërëja. E kam plan po, shka thonim. E da të për në e të fëqerë të i bësidu, mëra është punë e mirë. Dhe i drejtohen, për mes një shokët, një përsoni prej cetimu, ishtë bukat edhe deputet. Ai më garantaj se deputacionin të asigurojnë, se kam shumë dokumenta që janë nuk janë liber, por të janë në arkiv shteti. Dhe më tha, dhe i besohë, po nuk arriti. Tha, dita të që të martohet, Omer Berakari tha, unë të bita dokumentet për te, kemi fotokopiu biner, edhe i këthej të marrish, nuk ka shumë kjo punë. A i nuk i pruni dokumentet, por në pruni një shkrejtës të ti. Si dokumentet e gjyqit të qarpët, nuk e në rritë në pagivin e shtetit manësi. Por dokumenti tjetër është, që e kam të shkodës, të i ka tek, i ka në kësh më ka sjellë, është e ja, këtë dokument është përgjëskrimi në arkiv që marrin dokumentet, shumë e në jenë mbjenë, vënimin, drejtori, e në gjikasi, dhe koha e denimit, dhe koha vujtë, që dokumentet kanë rritë të këtë arkiv, por dokumentet nuk janë. Se, nështë e kanë marrë vështirë, dikush, a i të vëllu, që mu i nërgur të dokumenta, nësë mu të marrë kajë se në përse të tjerë është, edhe për ata që kanë pjesën të këtë vepër,
edhe për drejtësi ishi tërë. S'kam pas nevojë në këtë lërë, pa fakt të me ndënu, por ma kështë. E kanë mendu që jam besimtar, kanë mendu të ditë që kam shku për verën në xhami, për dy bajramit, edhe për dhe i me vetë kam shku, pa janë xhami rregullisht. Ku më dy nuk e kuptoj. Ose shka ishin partë praktikisht në muhatma. Më nëjna, edhe kanë të përë, mi drejtu gjyqit qapo, për Gorisë. I drejtu në ati. Ata të shkrujnë, kam shkresën këtu, që dokumentat i kena dorëzu, në filën datë, në datën e caktuar i kena dorëzu në këtë manës. Në dhe për herë dy, i shkrujnë arkivu. Njajtë në prezjetë. I shkrujnë dhe arkivit Podorisë. Edhe aty, dhe ata, më thojnë, të gjelë është se në kena vetëm dokumentat e qytetit Podorisë. Në marrim qytetet e tjera. Qytetet e tjera shkojnë në qjarët, po është së tjera. Edhe njerë ju drejtova gjyqit qarku, është në se tërgjegje, e kur jam drejtu tësh, me 23, e ishte kuha pak para se me hapë tuneli. Tuneli që e vini që e këni lezu në për gazetët. Që është më me atële në gjyqet në tokë pas. Nuk po e di. Qërë i kanë gjitha shkresët, unë me nëjtë është, aja dorë që i ka marrë ata dokumenta, me nëjtë se dikush i ka marrë. Pa prej Bosnit, prej Malezia, prej Serbia, nuk mundën me di, e ka hyrë një kredit madhe. Kredit kështu. Dhe ka matë e tëre madhe se dikush dena. Njerën e drejt, e dëna njerën drejt. I shkur për në dina. A fajtore e dëna për në dina. Këtë është në lejtë. Por, nuk e dëna njeri, se unë me gojë nuk e shprejë, po ditë natë nuk e harajtë, kur shkajnë po, në shkërbene e krejtë kohë. Dhe më thonë, kjo gjurë, prej mjetë nuk ka kalu. Dhe thonë, me enali zemrën dhe menën, e ati se si duhet denu ataj. Unë nuk mundu, edhe s'kishme me pas, s'kishme me dash për që me kanë e gjesë para të shrahe, si ku dhejtë më ka marrë dokumentet e një. Unë jam kronari dokumenteve, në përroje është gjyqi e arkivi i shtetit. Quditën që çfarë organizim derimin vjen ku për dokumentat vitën e 73 normali. Tash kur do të punu librin, ku për dokumentat nga tjerë. Qështë është ka punë? Vështë e onë. Në belladet e gurën tjetër e kanë ndodhë. Ja pa të visitur dhe kuj një shokët kështu. Pa shkort, ma shkort shumë. E më thamirë, ma mirë të i drejtë, po parat ku janë. Shokë dhe me dhe. Dhe i më ka bari. Fejta mërë të unë. Inspektor nuk janë. Prokuror nuk janë. Etubus nuk janë. Ata ku e marë pare, qëka të në kërkush atë është, a i që i ka marë, ata nuk e marë kasën të e ka. Jekë për një ku tjetër, për ku i janë jekë, që për në kasë të e po kam pasën që nësët një jarë. Mirë po, mirë po, edhe pëse këtë dalë të i lirë, mund të, e të shenë të punë nuk di që si ka mujtë me nëllës. Edhe shka me nëllë në tjera. Thuhat që në rëzët të ujtë thellë dhe menës cekë. Ujtë thellë, margje, dhe menës cekë. Dhe në fundësh, me përponu, dita, kur mërë vërtetimin për kontabilitetit, këtu nga rëkollë, është
me 8 maj 74. Atë dita më bukur. Dita kur shka një gjyq, edhe ngërguasin ata. Ashme, 5 qershor, ditë më bukur pra. U bërë ditë më bukur, dhe që bërë kur kishe kohtirë, dërë që kemë me 8 orë, 74, me 9 orë, e mërë bukur. Këtë të thash, e kalova, dhe paridhi me datën, me 5 qershor 75, 2 punëtorë, të asaj filmet, për natën të ne e kanë pini mikrofonin, në të zyrën e kontabilitetit e ku ka fylë punkt dokumentar i kanë bërë një njeri me trika. Dhe ta, si punëtorë të asaj në jetë zyrës, për të nëmarjes, kanë gjithë një njeri, si sa asociat shtivarës, formalet. Për çka kërkon këtu i kanë thonë, që të isi i punëtori joni, kërkaj një fletë zyrtare, se në bikët një shkatë, të më hapi ka fane. Këtë shkres, këtë deklarat e kanë dhënë, Selim Lunja dhe Benam Salë, në polici. Edhe i dokument pashu, në gjykarë. Edhe kjo ishte e mërkure, kjo di. Më në angesën, me 27 gusht 75, e mërkure. Në gjykarën supreme, të dogat, me 12, në notë, 75, e mërkure. Gjykimi i dytë, me 12 maj, e mërkure, edhe Leria, me 2 qershor, ditë mërkure. Edhe qka me nëjë janë. Edhe shefi kontabilitetit, kur sekretari drejtori në kontabilitetit dhe, me 19 prill 78. Qka duhet me bënë tash? Ka shahje se kur e kam gatimin. Që është në ditën, kam hyrë në kompjuter në detalje, e kam gjithë atje, e mërkure. Shka u bërë, më dhe edhe, bërë edhe shka tjetër. Hajtë shahje në kabesimi, shka dita mërkure. Të tjetë janë të kohë, që di ma mirë, por a shka kam lezuhën. Aty e që thonë se për në jetë ditë e mërkure ka kriju tritën njëri, edhe të mire, edhe bime. Të mire, pa. Për kua e mire, po, lirimi ka këtë mire. Koha të shatë fritët, për në dini të ishme kënë dhe ma tepër të pasë e një për ju 2 vjeçare shtirë me kompletu për patë dishka, pak libri e makon, besoj si këmë rritë dishka me esjeru ky liber dhe këtë du me thonë, ishti mirë për mes të mi edhe për ames të mi. Për ku me shtarë, s'ka sa ma mes të shë. Ishti mirë, për pëse? Animiku e le të zanë edhe thëtë, liru është, ona po, mire kore, i ka hëmër 2 liru. Miku thëtë, e ka ndjekë më në mirë, por e fitaj liri, e dha i knasë. Këtë të knasë, dikush me të meqen, dikush me të mirë. Në knasë farë në nështë, jetë në mbrojë. Falenderojmë Elabibin që aq bukur elaboroi 2 vitet në burg. Ndërsa, unë nuk e kam ditur ngjarjen e ditës së mërkurë, sepse do ju kisha propozu që libri të titullohej E mërkure. Kur të përshejtet në dokumentet në mirë. Mirët. Edhe për të ndërlidhur, me që kemi takuar disa herë me Elabibin dhe kemi bërë disa biseda. Ai ka dëshirë që të pranishmit që janë sonte këto
kush ka dëshirë të marrë fjalën, të lajmërohen dhe të lidhen, të ndërlidhen në rrëfimin e tij. Nuk e di, a ka dëshirë dikush ta marrë fjalën? Kush ka si unë? Zotëri Muhamet Mika, një dorë trofitje. Se unë e kam kështu shumë shkort. Mundem edhe gjatë? Jo. Mundem e folë edhe gjatë? Po. Pa flasim shkort. Mes, asë gjatë shumë. Mos lejnë gjatë. Kështu, unë e reagimin duke jena nona e vakive. Kur vijë që e të regojët halin e vetë, problemin e vetë, po halli thërë si e përget, unë ende kam qëllu kështu jam atje në punë koordinatori e shërbimin Govetës. Mirë po duhe jetë në komunë, po duhe një farë dokumenti që nuk jeni vetime ose aplicjeni vetime tjera. Shkoj në dosë e lypin atë arkivat, a kam qenë bërë, deri që s'kam qenë bërë këtës. Nuk o fare. Edhe, mas me qenë edhe herë një kovarë që kemi qenë bashkë në bërë, me thonë që vëllaj, të më nëse qenë bërë. Edhe se shëve, qëka t'jemi prej burgët me thonë që di që tanë më nësem ka 2 vjetë ditë, unë kam qenë i dënum 2 vjetë ditë, po unë kam nejtë 2 vjetë e 2 ditë. Dhe më thonë, si më thitha gjasëve, unë s'pas kam qenë i përshtatshëm edhe në kam vazhdu dhe pak më gafë. Në Sratini ka thonë, se përona Sratini për i fikut, e tha, dojtë me shkume po, mirë thanë, në Sratini, a ka ro për i fikut e? Jo, s'ka ro, mas vitën po. Tësh, si ramën për i fikut, ishtë interesant që dikur se kërë dikur shumë ma në morë sëmë, po kam qenë gjemnasët, ere maj mënë, dhe ishtë folë për reagitën për familjen e ti, a ishtë një tragedi në vetën, nuk duhet flasësh për ato qërshët se do të në shumë dhe puna gjatë, por maj mënë që ka shkru kë që më stafën, ka shkru një vërtet Ismail Gaderek, ka shkru një libër pesha e kryqit. Dhe më thonë, me shnis për që më stafa me shku një dhe, ta konin dheri. Edhe i thek në dheri, ku bashkan? Po shkajtët një tjene se mua një mledhe, s'ki më në komitet. Apo mjetët e më mu, mledhe në veç, nuk pa vej. Masë në ranë këmanin. Edhe shkan mledhe. Edhe për e aty këtë bëhet muslimane, me komunista, po në fundit për fundin keqë. Dhe më thonë, ka qenë që një sistem që ka pas shumë anis, dhe më thonë, nuk kam pas bes njëri tjetër. Duhet them të që kur kam dalën për i burgën, mu e ti një mledhe e largit e arfe, patë për Zekorovici që qëtë të komitetit partisë e komune e Urqinit, më një mledhe i gravar. Nuk e di, bële në të ka qenë dhe Sadiku. Të është ndodhë atë një mrekulli. Nisën për jasaj që si përfundon mledhe i gjurë se si e prezent, që përfundon shumë keqë për atë që s'më prezent, tha pashka edhe mledhe për si të lokale, shika e të se qka dohë. Të është, unë kam qenë në popull të nejë. Ka të ujme nejtë kërësia, edhe kryetari parësis lokale, me sekretari parësis lokale që ishin, në këtë shaptave me shaptave pasamet, shokë jemë, edhe për qëdi, rakipi mu marshanalin, edhe volëm të bri, batë ko, zekërën një që se ka pasaj, për janë mikut, më mërë një në bëna, Antari Kërësi e shkukës. Shka të me thonë, pëse ishte rëndësishme këtë punë? Kjo punë ishte rëndësishme sepse kjo mledhje ndryshon krejt atë diskursin tem politik. E kam vetë rakipin më mrapa, që atë më thonë rakip, jo tha, bërë ke qenë, e ke ujtë dënime dhe ka kry punët. Por të më thonë, rakipin atë kohë ka pas kapital. Kapital. Atë shumë kapital. Ka pas emin. Kur bën ti emin,
emrin mund me të dhënë vetë Marshallit. Më thënë njeriu që e ka liru Marshallit, edhe pas që Jakunovici më se ka keni vogël, o krye punën. Domethënë ky është kap me të maj, ka pas sukses, edhe ka jesë mirë. Për këtë i jam mirënjohës, por ekipi është shumë modest. Është modest sepse nuk ka qef me folë për shumë gjona, mirë është koha ka lënë, profeti jonë ka thonë kohë i shpatë që ose ti nuk e preta e ty, edhe shumë pak kush e dhe që ekipi ka qenë për bulë se ka një kalu me t'kidhë. Po, kur shikoha filmin, më krijohet pak nostalgji se pashë dhe si këto organizatët partijake të lidhjes demokratike e tjera. Në qoftë se e dini, me sigurisht nuk e dini, unë merrem me gazetari volutuse, investigative. Ajo i trajton problemet ko si pse. Unë merrem me të si ndodhin, pse ndodhin, ku ndodhin. Edhe më të që tira këtë i mathë. Dhe më thonë, unë kam të një kërkes bashkësisë lokale të Kravarit, që është protokollu në kohën kër janë formuar të Partit Demokratike, Lidhja Demokratike e Argentina, që është prej bashkësisë lokale të Kravarit, që është pa u formu partit politike. Po, është, dhe më thonë, këshillit bashkësisë femne. Edhe këto ma i mbedhi, edhe thoi që ka arkoha që në shqiptar duhet me formu një lëvizje, lidhje, tjera, që unë nuk po asjes, por që përmen lidhje më organizu kështu. Edhe të dokumente, këtë dokument, me vull, janë nisin bashkësimi lokale të Rusmali. Eja ishte Vladimirit, Sokobins, bashkimi edhe Krysës. Ishte interesant që to bashkësit lokale të trija kanë pranu këtë letër qerkore që nisin të obim një qytetarëve në Kravarit, vetëm bashkësia lokale e Krys nuk e pranon për lejtë më thonë nëjshme, atë më shku për një porka, të më në shku për një porka, që të me po. Që rrëtimi nuk ka qërë në forë, edhe nuk e fletë mirë, që nuk e fletë, por mirë është me forë. Pastaj, kalon në gjatë, pastaj manipuluar shumë edhe me lidhjen demokratike ku është formuar tjera, me date këta, të është dokumenti tjetër që ka bërë ekipi, që dërë që lidhja demokratike nuk është formuar fare ndosë, që testojnë asi përvjetore tjera, por është formuar edhe e lësimë. Se të parte në ata që është historia ma re e po këtë shqiptare, që ka shkru Akademia Shkencave, që se kam po përmenshë, ata thoi që lidhja demokratike u formu në lësim, edhe mërët për një darë, në darë që e kjenë historia tjetë, nuk të fare se ka pas atit në edhe në lësim në pak. Gjitha këtu për thëmë program nga merita të ekipit që unë jam të mundu më smana kur o bona kryetarë po venit, me e kompenzu, aty po është edhe një fotografi. E të shqipojnë atjera, e ishte edhe kur kemi qenë parlamentin e Vjenës. Unë edhe Dragipi. Edhe unë besa. Edhe të unë marrë. Ju një këtu në Antbalit jeni shumë diskriminus kur janë vetët në pytje, por nuk e parasysh. Pa të shumë e tikët, bisedën teme. O ka hup memoria. Unë që atë me pati problem nga po për e pare, por duhet të them vetëm te, që për dalim për eratikit unë ka ma shërinë. Kam registru gjane që kanë qenë gjithë, kam shkru dhe një liber që e ka emrin e reflexe politike. Dhe atë liber për shaf temin, për të kesin temin, ma mërë në atë kohë seti për temin. Ma konfiskon komplet librin, e më morën karetët e, seti për temin ka kënë, policia ka pas, se më pra policia. Kundër e tyre, do ku proser, kanë ma këtë tjetë në seti për temin. Ma marën librin, edhe shkaj librin. Mirë po, fatë prastisht në jetë e donator, edhe do të ma financojnë librin edhe librin të dalë. Tash,
e sekreti dhe më i fundit çfarë vjen po me Ragipin, vetëm po them se unë kam shkuar një koalicion këtu dikur në qenë sekretari i Bavanit, edhe gjithmonë kur kam pas nosh ose për special lokalist si thonë që na njosh, unë gjithmonë kam thirrë Ragipin, edhe Ragipi ka thënë në 7 meç që ka më poshëri. Pra, nuk duhet të falenderoj momentin. Që ka qenë kena pasur të një pushtet stabil. Po duhet me falenderoj Ragipin se gjithmonë më gjetë dhe ka. Jo se ka ardhur si dash, po ka ardhur se ka bën. Ragip, të falenderoj për librin që kishu. Falenderoj edhe për titullin që kivu librit. Titullin që kivu është një mesazh për brazët e rinj, të cilët nuk pesmatohen shumë kur në dhe ngjarje, të jenë edhe të rushun, të jenë edhe njerëz. Libri është jeta jote, por nuk është vetëm jeta jote. Është jeta e një intelektuali në rritje kur ti ishe i ri. Kur dikush do të në të poshtë, por ti nuk në poshtë. Dhe e sot kështë i. Të falenderoj për librin, e urime jetës sa më gjatë. Falenderoj për ftesën tonë suksesit të librit. Nga realisht njëri nga gjykata e individu shtati që është, ku njëri shpëtoj individu me shkrimin e këtij libri. Duajmë suksese, në të adoa ku të presën, ku të dojë një kopje të librit të fisë e anëtën. Dy libra janë fisët e Ansmalit të pjesës Madma. Me që jemi pension dhe januar e duhet me shkruaj libra, mundohesh me bë fisët e Ansmalit. Ju faleminderit. Tani sërish e ftoj Rona Kurtin me një tjetër interpretim në violin. A ka dëshirë dikush nga të pranishme të vazhdojmë me diskutim? Me Rona bëhet gati, nuk ka problem. Të nderuar pjesëmarrës, është kënaqësi e veçantë për mua sot që marr pjesë në promovimin e librit E vërteta poshtë urrëtitjen të autorit Zoti Rakip Shaftafi. Unë sot ndjen shumë nderuar dhe e privilegjuar që kam pas fatin që kam marrë nusën urqim në fisin Shaftafi, në një familje fisnike me kontribute dhe vlera adhetare shqiptare. Duke lexuar me vëmendje librin e të nderuarit Zoti Rakip Shaftafi, unë mua me jetën detyrat e rëndësishme që ka kryer, por edhe me problemet dhe shqetësinë që ka kaluar, paragjykimet, shpifjet, padrejtësinë që i bën, duke akuzuar në mënyrë të padrejtë, por në fund e drejta triumfojnë mbi padrejtësi që i bë këtij burri fisnik. Zoti Rakip, me inteligjencën, guximin, durimin dhe mëshirinë dhe sinqeritetin që ka karakterizuar gjatë gjithë jetës së tij, duke u ndërhequr nga parimi i tij, nëse je i drejtë, kur mos u vërzo. Fitoi pavarësinë plot dhe sot gëzon lumturi pranë familjes dhe shoqërisë. Unë nga zemra e heroit Aqis Rakip shëndet jetë gjatë për të lumtur dhe jemi të nderuar që kemi një intelektual me kontribute dhe të vlerë adhetare në familjen e madhe të fisit Shaftafa. Me respekt për gjithë Jemagera Shaftafi.
Atëherë i nderuam këta i ragib, përmime për librin, i nderuam gjithë pranishëm, të afër, panel të nderuam, gjithë ju përshëndes. Mirëmbrëma, selamu alejkum, e gjithë të tjerë. Në fakte, nuk të azjas, shkort të të flasë, por kur e ka njësë Raghipi, që të apotoj këte liber, në kam lellë, si të thushme të afrëve, qofte të fisit, afert, në barkur e një mala si pojnë, por qofte dhe në nipat, i në lellë qëtë dhe, kur e këna pa që është një kalis në punë, për të përqur një drejtësi, për të përqur mërë, një gjënë cila i ka met në shpirtin e ti, por edhe për të nëzjerë atë edhe para familjes ti, para të afrën e ti, por para dhe tjere, me emocionoj shumë, dhe ne gjithë një zeri i dhamë në përshtetjen që ka fillon të dhe ka banë një punë tjilë. Kur e përmendit ditën e mërkure, që është për krijimin e të mirës, thot profeti ynë, në të tjera ju thot që ndodhe ngjarje të vështira. Hazreti Jusufi, për pejgamberët që përmend, profetët që përmend Kurani, apo Josefi, si që përmendet në Ungjil, ka një rrëfim interesant nga jeta e tij, të cilën e shohim në librin e shenjtë Kuranit, por edhe në Ungjil. Ndër tjera, kur atij jepet dënimi i pavërtet, duke u bazuar në gënjeshtra për atë se çka ishte akuzuar për një tradhti. Në tjera thotë në Kur'an, përmendet aty thotë, ma mirë në burg se sa të mbaj turbin që nuk e kam, jashtë, që ja kishin në veshët. Prandaj edhe ai burg ka qenë i hajrit, sepse edhe keni dalë në fund pa fajshëm, por edhe vërtetimet që në napin edhe dokumentet e tjera vërtetojnë në gjatë të, jo vetëm që si që tha dhe para folë që ma përpara që keni dashtë me nëzjarë atë prej vetës tuj, dhe më thanë, jo vetëm që i keni arrit liri në atë kohë, por në fakt liria është edhe sante, kur në prezentohet gjithve neve ky liber. Zotë ju rujt, ju la shëndet, inshallah, keni marësi, dhe është një mesazh për tanë, që gjithë, edhe profeti, edhe gjithë që kanë shkru, që kanë thonë, Zoti, gjithmonë përpiqemi që të japim të vërtetën dhe të japim brezave të tjera. Më falni se në këndizjarë doshta, por e kisha dhe doshta që si i këmë. Të falemderit Zoti. Përpara se të vazhdojmë me një tjetër person që të lexoj përshtypjet e tij për librin, është një moment të veçantë i kësaj mbrëmje me sa duket. Nipi Darsi Shaptafi për gjyshin e vet ka përgatitur një surprizë të bukur. Me sa duket është me fletë falënderimi, mirënjohje nga familja, nga trungu i familjes Ragib Shaptafi e ardhmja e kësaj dere të fisme Darsi Shaptafi. I dashur i gjesh me dashuri dhe krenari, Darsi po të dhuroj një mirënjohje për forcën, durimin dhe lirinë e fitores. Është shumë krenari për mua, familjes tonë dhe fisit tonë, urime.
Mirë Rama, pasi që shtaj vonë, unë do t'i marrë 6 minuta vetëm. Mi shlut Ragipi ta bëj një analizë, një përshkrim dediko dhe juridik librit, për nuk jam fyç në qeshit juridike, por në përgjithësi. Kjo vepër e imponuar mundet të kuptohet thjesht si autobiografi dhe lexuesit si përfaqësor, duke pa gracat juridike dhe policore t'i duket jo interesante, posaçërisht pa u kyç në kontekst të kohës, hapësirës dhe ngjarjeve. Duke analizuar këto fakte, kam përshtypjen se janë 3 premisa logjike për të kuptuar se ky tekst pasqyron një sistem politik, funksionimin e tij dhe duhet analizuar nga këto kanveshtrime të cilat do t'i dhurë, si që thoshte, Dervish Selim Shëntafi. Projektet antishqiptare si Naçetanje e Garzhaninit, të cilet u materializuan në luftat balkanike deri me 1966, pastaj nga 1981 dhe te 1999, sugjeronin mu këto 3 elemente me cilat do të tentoj të argumentoj librin. Në 1, masa dhunuse masive. Në 2, përzgjedhja e personaliteteve të pathyeshëm, bajraktar, autoritete popullore apo më të arsimuar të kohës. Dhe në 3, shpërqendrimi i vëmendjes për të arritur qëllimet e ndota afatgjate, ngjashëm si metodat e kardinalit Richelieu, Stalinit, Goebbelsit, Rankovicit e deri sot. Në 1, shkrimtari Stefan Sulejman Schwarz, miku i Kosovës, miku i kryeministit aktual Kurti, në librin e tij me titull Kosova, historia e një lufte, i përshkruan vujtjet çekullore me fokus nga 1981 dhe rrëfen se 450.000 kosovarë kaluan torturat policore çdo i 2 person. Ishte e nevojshme të efektohen të masat e tilla dhe në mal të zi, veçanërisht të ish studentët e Universitetit Prishtinës e tjerë. Mahatma Gandhi thotë, forca është armë e të dobëve, kurse dhuna e të fortëve. Këtu vim të kanveshtrimi i dytë. Duhej përzgjedhje e personaliteteve me veti të tilla psikofizike, të cilët do t'i shëmbullojnë që sistemi është i paprekshëm. Rakip Shapkafi ishte intelektual, por si i shkëputur nga buri i divit, me këtë motiv paten pasoja dhe me Muhamet Nika atjerë, por dhe intelektuali i devotshëm Bajram Rexha. Nuk nevojitet njohuri e veçantë juridike të kuptohet qëllimi politik për të bërë presion popullsisë jo inkriminuese për të cilën u akuzua autori. Kjo më së miri shihet në gjykimin e Gjyqit Suprem të Malit Zi, KZ numër 9/76, ku konfirmohet se autori është shpallur fajtor në bazë të opinionit e jafakteve. Ky qëndrim i sistemit shihet dhe në tentativat e rehabilitimit të plot të autorit për të arsyetuar pafajësinë, por dhe për të zbuluar burimet e të keqes. Këto fakte me kanë asocu në një rast ngjashëm me kohën e burgut Fankeq Goliotok, kur burgoset një person si i shkepur nga shkembi i bjeshkëve të nëmura, Omer Xhepagiqi, me fabrikimin e akuzës ndaj këtij intelektuali dhe luftetari. Sistemi sinjalizoi popullsinë e plavës, Rusies dhe vulltajve
se viktimat mund të jetë çdo njeri me autoritativ i asaj kohe. Këto dy raste i lidh dhe një analogji, të dy patë nguzim, të luftojnë sistemin deri në pafajësinë të tyre. Dhe në tretë, gjatë punës sime 42 vjeçare, një person që u merrte me punë të përvetësimeve të paligjshme, si në kohën e një partijak, e sidomos më vonë me pathënë në një bisedë, citoj: për të mshehë punë e paligjshme dallavere, nevojitet të barët vëmendja të një person i ndershëm dhe të akuzosh atë. Kjo hiqaje më së miri tregon pse u nevojit të akuzohet dhe të burgoset autori i këtij libri. Dhe do të përfundoj me një sentencë latine: finis corna opus, fundi zbukuron veprën. Faleminderit. E falenderojmë zotërisë Sadik Pelikun për fjalën e tij. Vazhdojmë me voglushen Rona Kurti. Nderuar lagi, në bazë bisedave që kemi zhvilluar disa herë, që kemi pirë kafe së bashku me ju dhe Dëborën e Zylin, kam përgatitur disa rreshta dhe kjo ka lajmëron po ashtu përfundimin e këtij promovimi. Besoj se pajtohesh me mua me ata që luftën. Këtë libër ja kushtoj familjes sime, që qëndrojnë në stuhi si pema që nuk e thyren era. Unë nuk ju tërbërova, sepse nuk e mbajta më ri as jetën, as njerëzit. Ata që më burgosën ishin të burgosur të egos së tyre. Unë mbylla në një qeli, por ata ishin robër të vetë vetës. E pra, faleminderit o Zot, që më dhe dhimbjen për ta kuptuar
durimin. Pa drejtësi për të njohur drejtësi dhe burgun për të zbuluar lirin. Tani ec përpara shpirt, si një udhëtar i dritës, dhe mos harro. Drejtësia vonon, por nuk humbet. E vërteta ndriçon, edhe kur bota i mbyll syt. Dhe dashuria e pastër, ajo është liria që askush në jetë nuk mundet të ta marrë. Ju faleminderit. Dishka, jemi dakorduar që antarët e familjes Shaftafi do të nënshkruajnë një testament sonte. Dhe nënshkruesit e këtij testamenti njëherë do të nënshkruajnë rikthimin e nderit familjes Ragip Shaftafi. Se dhe i herë se nësë nuk isha i sartë ka e kohën e bisedës. E fillova me lezim të një fazes, edhe si fillova të rëfotorë dhe përfundova. Me lezë dhe disa fjeri, para se të përfundojnë kë promovim i librit. Të njërurë pësmarës, ju falenderoj nga zemra, që jeri sot këtu, ishe këtu me mua, për të ndarë këtë moment ka që të rëndësishëm. Prania dhe mështetja juaj e bajnë këtë promovim edhe ma domethënës. Një falenderim i veçantë i shkon dhe panelistës tonë kryesore, Julieta Audiocore, profesoreshës anglistës, e cila nuk është djallë asesht për këtë rrë. Ajo jovet se ka një njohuri të thellë njësore dhe rrethare, por edhe një aftësi të jashtëzakonshme për të analizuar dhe për sjellë mesazhet e librave me një kundërveshtim të thellë dhe të njëshëm. Kontributi saj sot është një vlerë e posaçme për këtë promovim dhe për të gjithë ne. Duhet të theksoj se dikur në nënën Hanife, rahmet pa shpirti, kemi shku shpesh, herë në nejtë të gjyshi saj, Lemov Dio, burë dhe familjar, familje e nderuar dhe respektuar në vendin tonë. Ju faleminderit edhe një herë dhe shpresoj se ky libër të gjejë një vend të veçantë në mendjen dhe zemrat e juaja. Dhe tani të gjithë jemi të ftuar në një koktejl modest. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen dhe miru pafshim në takimet e tjera.